Edicion të ri informativ. Mbrëm në ora 11:59 është mbyllur afati regjistrimit të subjekteve politike që synojnë garen për 28 dhjetor. Aty Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike, Aleanca për Armërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate garuan si të vetme nën logot e partive të tyre. Ndërsa lëvizja vetëvendosje u regjistrua nën emrin e saj, por si koalicion me Partinë Guxo, Alternativa dhe Partinë Shqiptare Demokristiane. Si koalicion o bënë një është edhe partit nga radhët e komunitete bashkalinje, ndërsa nga radhët egjiptianëve, romëve, ju fotongarës në partit të ndryshme. Si pas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, subjektet politike kanë afat që deri me 7 dhjetor të dorëzojnë listën e tyre me emrat e kandidatëve për deputet. E kandidati për kryeministër, njëherë është kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza, ka përmbledhur në një postim të shkurtër në Facebook vizitën e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai këtë mëngjes shkroi se nga atje u kthye shumë pozitiv për mundësinë e pashtershme të bashkëpunimit mes vendit tonë dhe SBA-s. Postiera shqiptari PDK-s tha se Kosova do të kthehet në Washington më e fortë se kurrë, me projekte konkrete, me investime të prekshme dhe me përfshirjen e SBA-s në zhvillimin e hovshëm të Kosovës në diplomaci, ekonomi, sektorin e energjisë, ushtri dhe inteligjencë. Hamza ritheksoi se atje takoi zyrtar të lartë të Shtëpisë së Bardhë, Këshillit Kombëtar të Sigurisë dhe Departamentit të Shtetit. Ndërsa në Prishtinë, transporti publik dhe ai privat do të qëndroj i bllokuar edhe këtë hënë pasi punëtorët e trafikut urban dhe operatorëve privat po vazhdojnë protestat për shkak, siç thonë, të mospagesave dhe bllokimit të buxhetit të komunës. Kryesindikalist Elmi Gashi konfirmoi për Klan Kosova.tv se protesta do të rifillojnë nga ora 10 deri në ora 12, duke bllokuar aksin nga ndërtesa e qeverisë deri te komuna e Prishtinës. Gashi shtoi se protestat nuk do të ndalen derisa fondet të kalojnë në llogarinë e ndërmarrjes dhe operatorëve privat. Bllokimi i buxhetit ka shkaktuar krizë të thellë të transportit publik, që nga 24 nëntori trafiku urban ka ndaluar punën në shenjë pra kënaqësie ndaj mosshlyerjes së pagave të punëtorëve dhe borxheve ndaj fornitorëve. Situata politike thuhet se po ndikon edhe në rritjen e çmimeve. Qumshtarët e shtimës kanë paralajmëruar ngritjen e çmimit të qumshtit duke nisur nga sot nga €1.50 sa ishte, prej 1 dhjetorit, një shishe 2 litrëshe do të shitet për €2.20. Kullosën nuk e kanë më në sasi të njëjtë si në verë. Andaj shumë shpejt këto lopë do të mbyllen në përstalla, që i bie dhe përfitimet e fermerëve prej tyre do të jenë më të ulta. Pikërisht kjo është edhe një nga arsyet që ata të komunës së Shtimës ta shtrenjtojnë qumshtin për 70 cent. Nga €1.50 sa ishte, prej 1 dhjetorit, një shishe 2 litrëshe do të shitet për €2.20. Por me këtë nuk po pajtohen qytetarët. Është shtrajt shumë. Është shtrajt, sidomos të arnat, ta që janë me penzione, me këto, shumë. Disa të tjerë thonë se është e papërballueshme për ta. Këtë janë bon, janë shtajtu, i zasan, shqit vesh, nese të lunë shmimi, shishisane. Dikush je propozime për çmim të arsyeshëm. Jo se ne euro gjysë. E qëre të ashti rrugat shumë janë tolta, edhe penzijat për pleq kur gjas dalin ca për kukra. Fermerët nuk deshen të flasin për këtë ndryshim çmimi. Klan Kosova ka kontaktuar me shoqatën e prodhuesve të qumshtit të Kosovës, që thanë se ky vendim i blegtorëve të shtimës nuk është në koordinim me ta, por që kanë të drejtë të ndërmarrin diçka të tillë. Ndërkohë, policia e Kosovës ka arrestuar ditën e djeshme 5 persona pasi që të njëjtin kishin dalë në gjueti me armë të gjahut për të cilat nuk kishin leje. Nga të dyshuarit janë konfiskuar 5 pushkë gjuetie, 1 pushkë karabin dhe 68 copë fishek të armës së gjuetisë. Rasti ka ndodhur në fshatin Berbisht të komunës së Leposaviqit. Me vendim të prokurorit të dyshuarit janë liruar, rasti vazhdon të trajtohet në procedurë të rregullt. Ndërsa në Lipjan, në fshatin Kojs shpërtheu një zjarr gjatë ditës së diele ku si pasojë 2 persona kanë besuar lëndime. Të njëjtit sipas policisë së Kosovës kanë marrë tretman mjekësor. Gjatë kontrollit në vend ngjarje, policia ka sekuestruar një pushkë gjuetie me leje të skaduar. Në konsultim me prokurorin për zjarrin është hapur shënim zyrtar, ndërsa për armën e gjuetisë është iniciuar rast penal.
Policia ka bërtëditur se një grua është intervistuar në cilësinë e të dyshuares, por e njëjta është liruar në procedurë të rregullt. Vjojmë informacione nga Shqipëria, biznesmeni Mondi Mëhalla humbi jetën tragjikisht në mbrëmjen e së dielës pasi u ekzekutua nga persona ende të paidentifikuar pranë biznesit të tij në Elbasan. Siç raportojnë mediat në Shqipëri, viktima kishte marrë 2 plumba në kokë nga 2 persona. Ai është qelluar ndërsa ndodhej në makinë në biznesin e tij. Viktima njihet me 2 emra, Edmond Hyka ose Mondi Mëhalla, i moshës 43 vjeçare. Atentati duket se ka qenë i mirë organizuar pasi atentatorët janë larguar pasi janë bindur që personi që ishte objektiv ka vdekur. Policia po vazhdon hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorëve, ndërkohë viktima rezulton të jetë me të shkuar kriminale pasi mësohet se Mëhalla ka qenë i proceduar penalisht për shpërndarje narkotikësh dhe armbajtje pa leje. Dërsa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka njoftuar se nga e marta rafineria e industrisë së naftës së Serbisë NIS në Pančev nuk do të funksionojë më dhe se Serbia duhet të gjejë mënyra të ndryshme për të menaxhuar situatën. Vučić u tha qytetarëve se duhet të jenë të qetë sepse shteti do të ketë mjaft zgjidhje dhe mjaft para. Ai paralajmëroi se do të përpiqet të zhvillojë bisedime shtesë me amerikanët, por se nuk beson që ata do ta ndryshojnë vendimin. Vučić tha tashmë nuk pret që do të marrë licencë nga SBA-ja dhe se rafineria do të mbyllet të martën. Këtë kjo situatë është krijuar pas sanksioneve të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundrejt kompanisë NIS. Autoritetet në Kaliforni të SBA-s kërkuan sot nga publiku këshilla dhe ndihmë për të gjetur personin përgjegjës për të shtënat që ka vrarë 4 persona, përfshirë 3 fëmijë dhe plagosjen e 11 të tjerëve në një mbledhje familjare në një sallë banketësh në Stockton të shtunën. Saktësisht të shtënat ndodhen në një festë ditëlindjeje të fëmijëve. Zëdhënësi i zyrës sherifit të qarkut San Joaquin Heather Brandt tha se fëmijët e vrarë të së shtunës ishin të moshës 8, 9 dhe 14 vjeç dhe viktima e 4 ishte një 21 vjeçar. Brandt tha se policia po vazhdon kërkimin për të dyshuar të mundshëm, por ende nuk janë bërë arrestime. Papa Leoni pas vizitës në Turqi tani është duke vazhduar të qëndrojë në Liban. Atje ka dhënë edhe një intervistë për Corriere della Sera, ku tha se me presidentin Erdogan kanë biseduar për Gazën dhe Ukrainën. Sipas tij, Selia e Shenjtë prej disa vitesh mbështet publikisht zgjidhjen me 2 shtete në Palestinë. Papa tha se kjo është rruga e vetme për një zgjidhje të drejtë të konfliktit që vazhdimisht shfaqet. Ndërsa për Ukrainën, sipas tij, Turqia mund të luajë rol kyç në arritjen e paqeje, duke shfrytzuar miqësinë me të dy taporët. Papa veç zhvillimeve gjeopolitike tregoi edhe planin e tij që të mbledhë të gjitha kishat në një takim të përbashkët në vitin 2033 për të tentuar të përafrojë kishat dhe ta evitojë thellimin e ndasive mes tyre. Me kaq mbyllim këtë edicion informativ, por ju vazhdoni të qëndroni këtu me Gonxhën dhe kolegët. Jeri mirupafshim. Faleminderit shumë me nes edhe për këtë edicion të lajmeve, ndërka që miqdashur ne vazhdojmë mbledhjen e emisionit mëngjesit. Dje në Tetov u mbajt varimi i këngëtarit Shpat Kasapi në një ditë të rëndësishme ku familjarë me qytetarë të shumë